Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 4 shkopinjt, djalli, mbreti i kupave, 2 shpatat. Në sipërfaqe, ju kërkoni stabilitet dhe qetësi. 4 shkopinjt tregon dëshirë për harmoni, siguri emocionale dhe ndjesinë e strehës shpirtërore. Mund të keni nevojë të ndiheni më të mbështetur ose më të qetë në jetën tuaj personale, por menjëherë pas kësaj shfaqet karta e djallit dhe kjo kartë tregon se diçka po ju konsumon emocionalisht ose psikologjikisht. Mund të jetë lidhje toksike, mendime obsesive, varësi emocionale, frikë, ankth, zemërim, ose situata nga të cilat e keni të vështirë të shkëputeni. Megjithatë, me kartën mbreti i kupave, duket se ju përpiqeni të ruani kontrollin emocional. Nga jashtë mund të dukeni të qetë dhe të përmbajtur, edhe kur brenda jush ndjenjat janë shumë intensive. Nëse mbreti i kupave është dikush tjetër, pra që mund të jetë femër ose mashkull, nuk ka rëndësi, atëherë kjo javë tregon ndikim të fortë emocional nga ky person. Mbreti i kupave përfaqëson shenjat e ujit. Duket se mes tërheqjes, tensionit dhe dëshirës për qetësi, ju mund të ndiheni të pavendosur ose të bllokuar emocionalisht për atë që ndjeni realisht ndaj këtij personi ose ndaj kësaj. Dhe fundi me kartën 2 shpatat tregon hezitim. Ju mund të ndiheni të ndarë mes 2 zgjedhjeve, të pasigurt për një vendim emocional ose duke shmangur një të vërtetë që duhet përballur. Kjo javë ju kërkon të jeni të sinqertë me veten për atë që po ju bllokon realisht. Kalojmë tek familja. Në familje kemi kalorësi i monedhave, 8 kupat, 6 shkopinjt, 2 kupat. Në familje, energjia lëviz ngadalë, me kujdes, me qëllim afatgjatë dhe të sigurt. Kalorësi i monedhave tregon përgjegjësi, durim dhe përpjekje për të mbajtur stabilitetin familjar. Dikush mund të jetë shumë i fokusuar tek siguria praktike dhe ekonomike, por 8 kupat tregon edhe distancë emocionale ose largim nga një situatë që ka lodhur shpirtërisht. Mund të ketë tërheqje emocionale, heshtje ose nevojë për t'u larguar pak nga tensioni që mund të jetë. Me 6 shkopinjt, situata fillon të përmirësohet. Kjo kartë sjell qartësi, përmirësim marrëdhëniesh ose ndjesinë që një problem po ka përcehet gradualisht. Dhe fundi, me kartën 2 kupat, është shumë i bukur, sepse pavarësisht largësisë apo lodhjes, duket se në familje po arrin një afërsi, mund të ketë mirëkuptim ose pajtim emocional. Me sa duket, kjo javë mund të sjellë rikthim harmonie, ndoshta pas një periudhe distance ose tensioni. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi njeriu i varur, perandoresha, dielli, drejtësia. Dashuria për ju këtë javë ka energji shumë të bukur dhe transformuese. Njeriu i varur tregon se një situatë emocionale mund të ketë mbetur pezull për një kohë. Ju ose personi tjetër mund të keni qenë duke pritur, duke reflektuar, ose duke parë lidhjen nga një perspektivë tjetër. Por më pas shfaqet karta e perandoreshës
dhe energjia bëhet shumë e ngrohtë, sensuale dhe emocionale. Perandoresha nënkupton dashuri, afeksion, kujdes, mirëqenie, bollëk, fertilitet dhe rritje emocionale. Me kartën e diellit, gjithë çka ndriçohet. Kjo është kartë shumë e fortë për qartësi, për gëzim, për afrim emocional dhe ndjesinë që zemra fillon të ndihet më e lirë. Dhe fundi, me kartën e drejtësisë, tregon ekuilibër dhe vendime të drejta. Ndoshta mund të ketë sqarime, biseda të sinqerta, ose një situatë që më në fund vendoset në mënyrën e duhur. Duket se dashuria kalon nga një fazë ndryshimesh, domethënë nga pritja dhe pezullimi kalon në ngrohtësi dhe afrim, më pas kalon në qartësi dhe stabilitet emocional. Ka potencial shumë të mirë për një lidhje që fillon të bëhet më e qartë dhe më e balancuar. Dashuria duket një sferë shumë e bukur për ju këtë javë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 8 shpatat, mbreti i shkopinjve, faqa e kupave, kalorësi i kupave. Në punë, fillimisht mund të ndiheni të bllokuar ose të kufizuar mendërisht. 8 shpatat tregon për pasiguri, stres, ose ndjesinë që nuk po shihni ende qartë zgjidhjen. Por më pas shfaqet mbreti i shkopinjve dhe kjo ju rikthen ambicien dhe vetbesimin tuaj, sepse mbreti i shkopinjve është një kartë leadershipi, shpesh përfaqëson shenjat e zjarrit, dashluan shigjetar. Mbreti i shkopinjve flet për iniciativë dhe dëshirë për të marrë kontrollin. Me faqen e kupave dhe kalorësinë e kupave, duket se në punë këtë javë ndoshta mund të ketë komunikime pozitive, oferta, bashkëpunime të buta ose mundësi që mund t'ju emocionojnë. Duket se pas një periudhe pasigurie, situata fillon të ecë më lehtë dhe në mënyrë më pozitive për ju. Kalojmë në prizëm Oracle ku kemi ndërgjegjësimi. Ndërgjegjësimi ju fton të shihni më qartë emocionet, lidhjet dhe zgjedhjet tuaja. Kjo javë mund t'ju sjellë realizime të rëndësishme për atë që ju bën mirë dhe atë që ju mban të bllokuar. Sa më shumë të dëgjoni intuitën dhe të pranoni të vërtetat që po dalin në sipërfaqe, aq më të lirë dhe më të qartë do të ndiheni. Paçim.